Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1541, Pedro de Valdivia themelon qytetin e Santiagos në Kili. 1700, lufta e madhe veriore fillon në Evropën veriore midis Danimarkës, Norvegjisë, Saksonisë, Rusisë dhe Perandorisë suedeze. 1892, botanisti rus Dmitri Ivanovski hipotetizon ekzistencën e viruseve. 1892, për vjetori i lindjes së ish-presidentit Lincoln, shpallet festë kombëtare në SBA. 1944, anija me avull Oria fundoset në Greqi me 4046 burgosur italian në bord. 1947, dizajneri francez i modës Christian Dior prezanton koleksionin e tij të parë me ndikim të quajtur New Look. 1951, Shah Reza Pahlavi martohet me princeshën Soraya në Teheran. 1951, në Firenze u zhvillua për herë të parë sfilata italiane e modës së lartë, organizuar nga Giovanni Battista Giorgini. 1968, diplom deri nga Universiteti i Seattle për Jimi Hendrix, muzikanti i talentuar e braktisi shkollën në moshën 14 vjeçare. 1973, Ohio miraton sistemin metrik, shenjat rrugore do të tregojnë distancat në kilometra dhe milje. 1994, nis ceremonia hapjes së lojrave olimpike dimrore në Lillehammer të Norvegjisë. 1994, në Galerinë Kombëtare të Arteve në Oslo të Norvegjisë, vidhet vepra e famshme Ulërima e Edvard Munch. 1999, forcat policore dhe ushtarake serbe ndërmorën një sulm në shkallë të gjerë kundër forcave të ushtrisë qeveritare të Kosovës në zonën e Llapit. 1999, Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës shfaqson presidentin Bill Clinton për dëshmi të rreme pas skandalit seksual me Monica Lewinskin. 2001, anija kozmike Near Shoemaker, anija e parë që ul në një asteroid. 2002, në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte fillon gjyqi ndaj Slobodan Milošević. 2004, Universiteti i Seulit klonon embrionin njerëzor dhe zhvillon atë deri në fazën e parë të lindjes, thënë ndryshe deri në 7 muajsh. 2012, në Los Angeles, këngëtarja Adele arrin të fitojë 6 çmime Grammy, mes të cilëve për këngën më të mirë të vitit, Rolling Into Deep. 2013, Vatikani fillon përpjekjet për të zgjedhur pasardhësin e Papës Benediktit të 16.